Selam aleikum të dashur shikues. Ne po mundohemi që gjatë këtij muaji të Ramazanit të ju sjellim disa momente të bukura dhe atmosferën që kemi ne këtu në studio, që juve të ju kaloj koha sa më shpejt dhe sa më bukur dhe që të mësoni gjëra të reja. Unë këtu me njëherë po filloj me prezentimin e këtyre fëmijëve. Si quhesh? Unë quhem Sihana Zyberi. Në cilin mejtep shken? Unë shkej mejtep Xhamit Bregut. Sa vjeç i ke dhe në cilin moshë ke filluar të shkosh në mejtep? Unë jam 12 vjeçë dhe kam filluar të shkoj mejtep me ndonjë të 9 ose 10, nuk e di tash tamam. Shumë mirë, ke mësuar gjëra të reja? Po, kam mësuar shumë. Je gëzuar që ka ardhur muaji i Ramazanit? Po. A ke agjëruar? Po. Shumë mirë, çka ke përgatitur ti për ne? Unë sot e kam përgatit Ayatul Kursi. Mashallah, mund të fillosh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشاء إليه إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mashallah, shumë mirë, kush të ka mësuar të këtë? E kam mësuar mejtep. Shumë mirë. Vazhdo me shoqen. Si quhesh? Asja Zyberi, Sa vjeç i ke Asja? 11, Në cilin mejtep shkon ti? Xhami të Bregut. Shumë mirë. Çka ke përgatitur ti sot? për Sot ne? kam përgatitur surën Kul Huwallahu. Shumë mirë, mund ta fillosh. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Mashallah, shumë mirë. Kush të ka mësuar ti këtë sure? Unë këtë sura kam mësuar në Xhami të Bregut në mejtep. Shumë mirë. A ju mëson hoxha gjëra të reja dhe të bukura? Po, A je gëzuar ti që ka ardhur muaji i Ramazanit? shumë. Ke bërë dekorime në shtëpi? Po, Shumë mirë. Vazhdo me shoqen. Si quhesh? Larta Zyberi, Sa vjeç i ke? 10 vjeç. Shumë mirë. A dhe ti shkoj në mejtep? Po. Që sa vite shkon në mejtep? Qysh 8 vite. 8 vjeça. Shumë mirë. Ke mësuar gjëra të reja? Po, shumë. A agjeron muajin e Ramazanit? Po, shpesh. Shumë mirë. Po në Taravih shkon? Po. A ke qef të shkosh në Taravih çdo natë me shoqja? Po, e shumë kënaqësi. Shumë mirë. Po çfarë ke përgatitur ti sot për ne? Unë kam përgatitur surën e Tehiyatu. Mund ta fillosh? Po. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatu salawatu wa tayyibat. Assalamu alayhi ayyuhan nabiyyu. Assalamu alayhi ibadillahi s-salihin. Shahadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Mashallah, shumë bukur. Po para se të mbarojmë, keni ndonjë urim për shikuesit? Po. Cili është? Unë të gjithëve njerëzve i shpresoj muajin edhe i uroj muajin e Ramazanit edhe i shpresoj një agjerim sa më të lirë. unë të gjithë ja uroj një agjerim të lehtë dhe i badit të pranuarit. Unë ju uroj të gjithëve një muaj në shenjë dhe të bekuar të Ramazanit. Mashallah, shumë bukur. Urime edhe juve. Faleminderit shumë. Kurse unë do të mbaroj me një hadith që është kush agjeron në Ramazanin duke shpresuar në shpërblim tek Allahu, do t'i falen të gjithë gjunahet e mëparshme.